Fjala ime në Këshillin Kombëtar të PD-s, korrik 2022, pas 6 marsit të zgjedhjeve të pjesëshme lokale ku PD fitoi vetëm Bashkinë e Shkodrës. Në këtë kohë, Bardhi, Gjekmarkaj, Tabaku dhe mbi 40 deputet që janë akoma në parlament nga grupi parlamentar i PD-s ishin kundër këtij Këshilli Kombëtar dhe kishin përjashtuar 17 deputet të tjerë të grupit për arsyen e vetme se ishin pjesë e këtij këshilli dhe mbështetën foltoren e Berishës, që në shtator 2023 u shndërrua në faltore për gjithë mëkatarët që mezi po presin shtatorin për të filluar betejën për të marrë drejtimin e humbur para 3 vitesh të kupolës së PD-s. Shumë herë në mënyrë të bezdisshme kanë folur për kodin zgjedhor të qelbur dhe për listat e hapura që qelbanikët politik o bilbëzojnë këto ditë se duhet zhdukur. Po, duhet zhdukur, por bashkë me qelbësirat që e artuan, e mbrojtën dhe e votuan atë më datë 24 korrik 2024 për një karrige të ndyrë për veten e tyre. Për fat keq si popull kemi memorie shumë të shkurtër, por PD-ja pothuajse ka zero memorie, nga që vuan nga skleroza e mostrave të pështirë që lëpin çfarë kanë pështyr dhe harrojnë çfarë kanë mbrojtur si të drejtë apo si parimore. U sharron shpejt, gabon shpesh dhe gabimi bëhet faj me dashje, që prej vitesh vret demokratë dhe opozitar të pafajshëm dhe përgjegjësia ngelet jetime e nuk dënohet asnjë kopil politik.